Ishte një moment që ndodhi shpejt, por që flet shumë. Ludo i thot labinotit, me një ton që në dukje duket si shaka, ke 1000 franga nga unë, hidhu në ujë në pishin. Një fjali e thënë lehtë, pa menduar peshën që mund të ketë, pa u ndalur tek situata, tek presioni i momentit apo tek fakti se kur je para kamerave dhe njerëzve, çdo fjalë merr një tjetër dimension. Labinoti nuk mendoi gjallë. Reagimi i tij ishte i menjëhershëm. Ai hoqi mikrofonin dhe pa asnjë hezitim u hodh në ujë. Një veprim i drejt për drejt, impulsiv, që tregoi sa i fortë mund të jetë ndikimi i një fjale, i një sfide apo i një ofertë të thënë në sy të gjithëve. Por këtu nuk bëhet fjalë vetëm për hedhjen në pishin. Bëhet fjalë për presionin e momentit, për dinamikën e pushtetit, për mënyrën se si dikush mund ta vërë tjetrin në pozitë të vështirë, edhe pa e kuptuar. Kur një sfidë hidhet publikisht, sidomos në një ambient ku ka kamera, mikrofon dhe vëmendje, ajo nuk është më thjesht një shaka. Ajo kthehet në provë, në test, në një situatë ku refuzimi duket si dobësi. Fakti që labinoti e hoqi mikrofonin para se të hidhej në ujë tregon se ai e kuptoi se po hynte në një situatë jashtë normales. Ishte një veprim instinktiv, sikur të donte të largohej për një çast nga roli, nga zëri, nga ajo që përfaqësonte në atë moment. Dhe prap, u hodh. Sepse ndonjëherë presioni është më i fortë se arsyeja. Ky episod tregon sa lehtë mund të kalohen kufit mes shakas dhe vënies në siklet, mes lojës dhe nxitjes për veprime të pamenduara. Një fjali e thënë për gallat mund të çojë në një veprim real, me pasoja reale, dhe kjo është diçka që nuk duhet marrë lehtë, nuk është çështja tek parat, as tek uji i pishinës. Është çështja tek përgjegjësia e fjalës dhe tek ndikimi që kemi mbi njëri tjetrin. Sepse jo të gjithë reagojnë njësoj, jo të gjithë kanë të njëjtën liri për të thënë jo, sidomos kur ndihen të vëzhguar, të gjykuar apo të sfiduar publikisht. Ky moment mbetet një shembull i qartë se si situatat